Dogana e Durrësit bën me dije se gjatë një kontrolli në ambientet e një subjekti tregtar u konstatuan 2500 kg miell orizi me datë skadence 1 prill 2025 dhe 5150 kg miell për pica me datë skadence 7 prill 2025. Në total ishin 7650 kg produkti papërshtatshëm për tregtim dhe konsum. Dogana thot se subjekti tregtar në fjalë ishte i pajisur me autorizim për përdorimin e regjimit të përpunimit aktiv. Dogana në njoftimin zyrtar të saj ka bërë me dije se dega e doganës Durrës, gjatë kontrollit fizik në ambientet e një subjekti tregtar të pajisur me autorizim për përdorimin e regjimit të përpunimit aktiv, ka bllokuar mallra që u kishin kaluar afati i përdorimit, referuar datës së skadencës. Dogana e Durrësit ka nisur procedurat në bashkëpunim me strukturat e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në përmbushje të kompetencave përkatëse deri në asgjësimin e mallit. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave shpreh angazhimin maksimal për zbatimin e ligjshmërisë dhe nxit operatorët ekonomik për respektimin e detyrimeve, me qëllim garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes së shtetësve.